Feja ndikon fillimisht në aspektin personal, duke u zgjeruar në aspektin familjar, pastaj duke kaluar në aspektin shoqëror. E shohim ndikimin e fesë në vazhdimsi, tek shoqëria në aspektin social. Kjo më së miri kuptohet në çdo drejtim të jetës sonë, veçanërisht dallohet në festa siç ishte tash Kurban Bajrami. E shohim çfarë do thotë të jesh fetar, ku nuk mendon vetëm për veten tënde. Nuk mendon as vetëm për familjen tënde, por gjithmonë duhet të mendosh edhe për tjetrin. E ky tjetri është shoqëria. Dojmos edhe Zoti i Madhruar e ka saktuar këtë pjesë, që nga mishi i kurbanit të mos përfitoj vetëm familja, por të përfitoj edhe i afërmi, përfitoj edhe shoqëria. Sepse një person nuk është i suksesshëm sa duhet, nëse mendon të jetë vetëm vetë i suksesshëm, ndërsa në suksesin e tij mos marr pjesë edhe shoqëria. Për këtë arsye, sa bukur ka thënë pejgamberi alayhis salam një hadith, nuk është besimtar i mirë ai i cili flan, pushon me barkun e ngopur, ndërsa kojshiu apo fqiu i tij qëndron me barkun e uritur. Ky është aspekti social, kur ne nuk mendojmë vetëm për veten tonë, kur ne nuk shohim vetëm veten tonë, por gjithmonë mendojmë edhe për tjetrin. Gjithmonë mendojmë se edhe tjetri duhet të jetë me ne i gëzuar, i lumtur, pa brenga. Në anën tjetër, e shohim se feja zë një vend të rëndësishëm, edhe në aspektin e brengave, aspektit depresiv, për faktin se kur e dim se një person i afërm, një person që është afër nesh, ka një breng, ka një dert, ka një diçka që mundon atë, e kam obligim fetar që të bëhem zë për të, që të bëhem dorë ndihmuese për të, që të bëhem këshillues për të, sepse Zoti i Madhreshëm nuk na krijoi këtë jetë vetëm për vete, por na krijoi këtë jetë edhe për tjetër.